që në çastet kur nuk ekzistonte asgjë, as dritë, as hapësirë, as kohë, u dëgjua një zë i vetëm, një urdhër hyjnor që thirrri gjithësinë në jetë. Bibla e përshkruan këtë moment jo si një shpërthim të rastësishëm, por si aktin e parë të një qëllimi të madh. Krijimi filloi me dritën, një ndarje mes asaj që ishte kaos dhe asaj që do të bëhej rend. Në atë çast, energjitë që askush nuk i kuptonte morën formë dhe që nga ai moment filloi historia e çdo gjëje. Qielli u shtri si një perde gjigante, toka u ngrit nga ujërat, dhe nën këtë skemë madhështore u përgatit vendi ku njerëzimi do të merrte frymë për herë të parë. Kjo nuk ishte vetëm krijim, por shpallja e një misteri, se gjithçka që do të ndodhte më vonë ishte pjesë e një plani të padukshëm. Dhe ndërsa drita e parë shkrepi, forcat që kishin qenë të heshtura përjetësisht nisën të lëvizin. Toka e re ishte e zbrazët dhe e heshtur, por nga sipërfaqja e saj filluan të shfaqeshin format e para të jetës. Malet u ngritën si shtylla gjigante, lumejt nisën të shponin në rrugët e tyre dhe detet u mbushën me gurmazin e parë të lëvizjes. Por akti më i madh ishte krijimi i njeriut, qenie që nuk ishte thjesht prej dheu, por mbante në vete diçka më shumë, frymën e krijuesit. Njeriu ishte bërë që të kuptonte, të gjykonte, të dashuronte dhe të kërkonte të vërtetën. Ai ishte krijuar për një marrëdhënie me Zotin, për të jetuar brenda një harmonie të përsosur që nuk kishte frikë, dhimbje apo vdekje. Para se të shfaqej historia, para se të niste lufta e parë shpirtërore, ekzistonte vetëm paqja hyjnore, një gjendje që sot duket e pamundur për t'u imagjinuar. Por kjo paqe do të prishej shumë shpejt. Parajsa ishte vendi ku njeriu mund të ecte lirshëm, duke folur me Zotin pa frikë dhe pa bariera. Por aty, në qetësinë e kopshtit, u shfaq një prani e errët që kishte ekzistuar shumë herët, kundërshtari i parë i krijimit. Me fjalë të buta, ai futi dyshimin në zemrën e njeriut, duke bërë të besonte se mund të bëhej barabart me krijuesin. Ky ishte fillimi i rebelimit të fshehtë. Kur Adami dhe Eva morën vendimin fatale, diçka e padukshme u thye. Paqja u largua dhe një valë e ftohtë e ndarjes shpirtërore përfshiu njerëzimin. Nuk ishte vetëm shkelja e një urdhri, ishte hapja e një portali ku e keqja mund të ndërhynte në botën fizike. Pasi portat e parajsës u mbyllën, njerëzimi u gjend për herë të parë në një botë që kërkonte luftë, sakrificë dhe zgjedhje të vështira. Kjo rënje nuk ishte fundi, por fillimi i një betejë të gjatë për drejtësi, besim dhe shpengim. Dhe në errësirën e parë, u ndez premtimi i një drite që do të vinte një ditë për të rikthyer gjithçka. Njerëzit filluan të shumoheshin mbi tokë, por bashkë me jetën erdhi edhe përballja mes dritës dhe errësirës. Fëmijët e parë të Adamit, Kaini dhe Abeli, u bën pasqyra e dy rrugëve që do të përsëriteshin përgjatë historisë, bindjes dhe rebelimit. Kur zemra e Kainit u mbush me xhelozi dhe zemërim, ndodhi krimi i parë. Gjaku i derdhur i Abelit bërtiti drejt qiellit dhe ndryshoi natyrën e botës. Vrasja e parë ishte dëshmi se e keqja mund të rrënjosej në zemrën njerëzore. Por përkundër kësaj, Zoti nuk e braktisi planetin. Ai filloi të zgjedh njerëz që do të ruanin dritën, njerëz që do të vazhdonin premtimin e shpengimit. Qytet pas qyteti, civilizimet filluan të rriteshin, por bashkë me zhvillimin erdhi edhe korrupsioni, padrejtësia dhe dhuna. Mësimi i parë i historisë ishte i qartë. Lufta shpirtërore nuk është e padukshme vetëm në qiell, por edhe në zemrën e çdo njeriu. Kjo betejë do të vazhdonte përgjatë gjithë epokave. Para se bota të përmbytej nga kaosi, ndodhi një fenomen i çuditshëm që Bibla e përshkruan shkurt, por me një domethënie të thellë. Shfaqja e të ashtu quajturve Nefilim, gjigant të fuqishëm që lindën nga një bashkim i ndaluar. Këto qenie, të cilat kombinonin botën shpirtërore me atë fizike, sollën frikë dhe çoroditje në çdo vend. Nefilimët dominuan fushat, malet dhe qytetet e hershme, duke krijuar mitet e para që njerëzit do të përcillnin brez pas brezi. Fuqia e tyre ishte e jashtëzakonshme, por errësira që ata sillnin ishte shumë më e madhe.
të korruptuar dhe të pangopur, ata u bën simboli një bote që kishte humbur rrugën. Kjo përçarje mes botëve ishte një nga arsyet pse Zoti vendosi të pastrojë tokën. Por përpara asaj katastrofe, një njeri vetëm u shfaq si shembull besnikërie. Noeu ishte i ndryshëm nga të gjithë njerëzit e kohës tij. Ndërsa bota zhytej në korruptim, dhunë dhe egoizëm, ai ruajti një zemër të pastër dhe një besim që nuk u lëkund kurrë. Zoti i zbuloi atij një të ardhme që askush nuk do ta besonte. Një përmbytje e madhe do të pastronte tokën nga e keqja. Por ky paralajmërim nuk ishte vetëm dënim, ishte edhe një mundësi shpëtimi. Noeu filloi të ndërtonte arkën, një strukturë kolosale që dukej e pamundur për kohën dhe teknologjinë e atyre ditëve. Ai punoi pa pushim, nën sy të tallës të njerëzve që e quanin të çmendur, por çdo goditje e çekiçit ishte një akt besimi. Ai nuk po ndërtonte thjesht një anije, po ndërtonte shpëtimin e ardhshëm të njerëzimit. Ata që qeshnin atëherë nuk e kuptuan se errësira po afrohej, dhe kur porta e arkës u mbyll, filluan të bien piklat e para të një stuhie që do të ndryshonte planetin përgjithmonë. Qielli u hap dhe ujërat shpërthyen nga toka. Brenda pak orësh, bota u mbulua nga një stuhi që nuk kishte asnjë të ndalur. Malet u zhdukën në ndallg, qytetet u shkatërruan, dhe gjithë krijesat që nuk ishin brenda arkës u përfshin nga katastrofa. Ishte një moment që ndajti historinë në dy epoka, atë të para përmbytjes dhe atë të pas përmbytjes. Brenda arkës, Noeu, familja e tij dhe kafshët lundronin mes një bote që po zhdukej. Çdo goditje e dallgëve mbi anije ishte kujtesë e asaj çfarë po ndodhte jashtë. Por, mes gjithë zhurmës, kishte edhe një dritë shprese. Noeu besonte se Zoti do ta çonte anijen në një tokë të re. Pas ditësh të panumërta, stuhia u qetësua. Ujërat filluan të tërhiqeshin dhe një jetë e re nisi ngadalë të merrte formë. Ishte prova se, edhe pas shkatrimit më të madh, mund të linte një fillim i ri. Kur u hapën ret dhe dielli shkrepi mbi tokën e pastër, Zoti bëri një premtim të ri për njerëzimin. Kur më nuk do ta shkatronte botën me përmbytje. Për ta vulosur këtë beslidhje, ai vendosi në qiell simbolin e parë të shpresës, ylberin. Kjo shenjë hyjnore u bë kujtesë e një dashurie që nuk shuhet as në ditët e errta. Noeu dhe familja e tij zbarkuan në një botë të heshtur, ku gjithçka duhej të fillonte nga e para. Toka ishte e pastër, malet dukeshin si të sapo dal nga gjumi dhe lumet rridhnin të qetë. Beslidhja e re ishte një ftesë për të jetuar me drejtësi, për të kujtuar mësimet e së kaluarës dhe për të mos përsëritur gabimet që kishin sjellë përmbytjen. Por, ndërsa brezat u rritën sërish, ambicia, krenaria dhe egoizmi nisën të rishfaqeshin. Dhe kur njerëzit vendosën të ndërtonin një kull që të prekte qiellin, historia mori një kthes të re. Me kalimin e viteve, njerëzimi nisi të mblidhej në fushën e shinarit dhe atje lindi një ide që do të ndryshonte botën. Ata vendosën të ndërtonin një kull që do të ngrihej aq lart sa ta arrinte qiellin. Ishte simboli i krenarisë njerëzore, një përpjekje për të qenë të barabartë me Zotin, një gabim i përsëritur që nga dita e parë. Kulla u rrit, rresht pas rreshti, duke bërë qytetin të ndihej i pathyeshëm. Por Zoti pa se ky projekt nuk ishte bashkim, por rebelim. Prandaj, në vend që t'i shkatëronte, ai ndërhyri në një mënyrë më të zgjuar, përzieu gjuhët e tyre. Papritur, njerëzit nuk e kuptonin më njëri tjetrin. Punëtorët debatonin, udhëzimet ngatërroheshin dhe projekti madhështor u rrëzua brenda ditësh. Qytetet u zbrazën dhe popujt u shpërndan në të gjithë tokën. Ndarja e gjuhëve lindi kombet e para dhe kulturat e botës. Ishte kujtesë se fuqia pa drejtësi çon vetëm në kaos. Mes gjithë qyteteve që u shpërndan nëpër tokë, Zoti zgjodhi një njeri për të nisur një kapitull të ri, Abrahamin. Ai nuk ishte mbret, as luftëtar, por një burr që dëgjoi zërin e Zotit dhe besoi pa bërë pyetje. Thirrja ishte e qartë, të largohej nga vendi i tij dhe të shkonte në tokën që Zoti do t'i tregonte. Ishte një udhëtim pa hartë, pa garanci,
por me një premtim të madh, se prej tij do të dilte një kombi bekuar. Abrahami ecën përmes shkretëtirave, lumenjve dhe maleve, duke mbajtur brenda zemrës së tij fjalën hyjnore. Gjatë rrugës, ai u përball me urinë, me rreziqe dhe me dyshime njerëzore, por besimi i tij u rrit. Premtimi i Zotit nuk ishte vetëm për të, ishte për brezat e ardhshëm dhe për gjithë njerëzimin. Në një natë të qetë, Zoti i tregoi yjet dhe i tha se pasardhësit e tij do të ishin më të shumtë se ata. Ishte momenti kur historia e shpëtimit nisi të marrë formë. Abrahami ishte njeriu i premtimit, por çdo premtim kërkon një provë. Pas shumë vite shpritjeje, kur djali i tij Isaku u bë dritë e shtëpisë, Zoti i kërkoi Abrahamit diçka që dukej e pamendueshme: ta sakrifikonte të birin. Ky urdhër nuk ishte për të sjellë dhimbje, por për të zbuluar thellësinë e besimit të tij. Në heshtje dhe me zemër të rënduar, Abrahami u nis drejt malit Moria, duke mbajtur me vete drut për flijim dhe një premtim që dukej se po shuhej. Gjatë rrugës, Isaku bëri një pyetje të pafajshme: ku është qengji për flijim? Abrahami nuk mund t'i thoshte të vërtetën, por tha diçka që do të kujtohej gjatë shekujve: Zoti do të siguroj. Kur arritën në maj dhe gjithçka u përgatit, një engjëll ndaloi dorën e Abrahamit në çastin e fundit. Zoti kishte parë besimin e tij dhe në vend të Isakut siguroi një dash të zënë në shkurre. Ky ishte momenti kur beslidhja u vulos. Abrahamit ju premtua se kombet do të bekoheshin përmes pasardhësve të tij. Nga pasardhësit e Abrahamit lindi Jakobi, një burr plot zgjuarsi, por gjithashtu i trazuar nga gabimet e së kaluarës. Ai ishte njeriu që u përpoq të siguronte bekimin me forcë, por Zoti kishte plane shumë më të mëdha për të. Gjatë një nate të veçuar, kur frika dhe pasiguria e shoqëronin, një qenie hyjnore ju shfaq dhe filloi të luftonte me të. Kjo nuk ishte një betejë fizike, ishte një betejë shpirtërore, që simbolizonte të gjithë jetën e tij. Jakobi nuk u dorëzua. Ai luftoi derisa agoi dita, duke thënë: nuk të lë pa më bekuar. Dhe atëherë ndodhi diçka që ndryshoi jo vetëm të ardhmen e tij, por të tërë popullit të ardhshëm. Engjëlli i tha: emri yt nuk do të jetë më Jakob, por Izrael, sepse ke luftuar me Perëndin dhe ke fituar. Ky moment përfaqësonte transformimin e një njeriu dhe lindjen e një kombi që do të mbante emrin e tij. Historia e Jozefit është një nga tregimet më të fuqishme të providencës hyjnore. I urryer nga vëllezërit e tij për ëndrat dhe favorin që gëzonte, ai u shit si sklav dhe u dërgua në Egjipt. Aty u akuzua padrejtësisht, u hodh në burg dhe kaloi vite të tëra në errësirë, larg shtëpisë dhe familjes. Megjithatë, Zoti nuk e la vetëm. Në burg, Jozefi interpretoi ëndra që askush tjetër nuk mund t'i kuptonte. Ky talent, dhurat nga Zoti, e nxori para faraonit, të cilit i shpjegoi një seri ëndrash që paralajmëronin 7 vite bollëki dhe 7 vite urie. I impresionuar, faraoni e ngriti Jozefin në pozitën e dytë më të lartë në Egjipt. Gjatë urisë madhe, vëllezërit e tij erdhën për të kërkuar bukë, pa e ditur se ai ishte njeriu që kontrollonte furnizimet. Ajo që mund të kishte qenë një hakmarrje, u kthye në falje dhe pajtim. Kjo histori dëshmon se Zoti mund të kthejë dhimbjen në bekim. Pasardhësit e Jozefit u rritën në Egjipt, por me kalimin e kohës u bën skllëvër të një mbreti të ri që nuk e njihte historinë e tyre. Në këtë kohë lindi Mojsiu, i cili u shpëtua si foshnjë dhe u rrit në pallatin e faraonit. Kur kuptoi identitetin e tij, u përball me padrejtësinë dhe u largua në shkretëtir. Aty Zoti i foli nga një shkurre që diqej, por nuk konsumohej, një thirrje që do të ndryshonte botën. Mojsiu u dërgua te faraoni me mesazhin e fuqishëm: lëri njerëzit e mi të lirë. Pas plagëve të tmerrshme dhe refuzimeve të vazhdueshme, populli hebre u nis drejt lirisë, por një pengesë e fundit u shfaq: deti i kuq. Ushtria e faraonit i ndiqte nga pas dhe duket se gjithçka ishte humbur. Atëherë Mojsiu ngriti shkopin dhe uji u nda në 2 drejtime, duke hapur një rrugë të thatë në mes të detit. Populli kaloi,
ndërsa faraoni dhe ushtria e tij u përpin nga dallgët. Ishte një çlirim hyjnor që vulosi beslidhjen e re. Pas shekujsh profetësh, luftërash, betejash dhe premtimesh, erdhi momenti që ndryshoi historinë përgjithmonë. Në një natë të qetë në Betlehem, lindi Jezusi, ai që profetët kishin paralajmëruar. Nuk lindi në pallat, por në një stall të thjeshtë, sepse ai nuk erdhi për mbretëri toksore, por për një mbretëri shpirtërore që do të transformonte zemrat. Jezusi u rrit duke mësuar dashuri, mëshirë dhe drejtësi. Ai shëroi të sëmurët, hapi sytë të verbërve, ngjalli të vdekurit dhe predikoi se mbretëria e Perëndis ishte afër. Mirëpo mesazhi i tij u përball me rezistencë nga ata që kishin frikë të humbnin pushtetin. Kjo e çoi drejt kryqëzimit, një akt dhune që duket si humbje, por në të vërtetë ishte fitoria më e madhe e historisë. Me ringjalljen e tij, filloi kapitulli përfundimtar. Betimi se ai do të kthehet sërish dhe se errësira nuk do të ketë fjalën e fundit.